Partitë politike në thelb supozohet të jenë institucione demokratike që përfaqësojnë vullnetin e anëtarëve dhe mbështetësve të tyre. Në Shqipëri, megjithatë, ato po shndërrohen në feude personale, ku liderët vendosin për çdo aspekt të funksionimit të partisë, nga strategjia politike deri te komunikimi publik. Deklarata e djeshme e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili urdhëroi anëtarët e partisë së tij të mos flasin publikisht për kontratën e lobimit në SBA me vlerë 6 milionë euro, ishte një përpjekje për të izoluar partinë nga debatet dhe kritikat e mundshme, duke krijuar një mur heshtjeje rreth një çështjeje me interes të lartë publik. Rasti i Berishës është një déjà vu, pasi të njëjtën gjë, në mos më mirë, bën edhe kryeministri Edi Rama, lideri i Partisë Socialiste, i cili në rastin më të fundit ndaloi të gjithë deputetët dhe anëtarët e partisë që të flasin për arrestimin e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, pavarësisht mendimit që ata kishin për situatën, dhe ky nuk është rasti i vetëm, pasi në shumë skandale që kanë rrethuar qeverinë ndër vite, askush nuk ka pasur të drejtë që të dalë të japë shpjegime pa urdhrin e Ramës. E njëjta tendencë shfaqet edhe në fushatën elektorale, ku si Rama ashtu edhe Berisha kanë fokusuar të gjithë vëmendjen tek imazhi i tyre. Edhe zgjedhja e kandidatëve u bë si listë preferencë e dy liderëve të PS dhe PD. Rezultati është një parti që funksionon si një makinë e bindur, pa hapësirë për mendime të ndryshme ose reflektim kritik. Të dyja këto raste nxjerrin në pa një tendencë shqetësuese, kthimin e partive politike shqiptare në struktura gjithnjëma autoritare, ku liderët ushtrojnë kontroll absolut dhe shtypin çdo zë të brendshëm që mund të sfidojë narrativën zyrtare. Çdo tendencë drejt autoritarizmit brenda partive politike ka pasoja të rënda për demokracinë shqiptare. Së pari, ajo kufizon pluralizmin e ideve dhe dobëson aftësinë e partive për të përfaqësuar interesat e gjera të shoqërisë. Kur liderët e partive shtypin debatin e brendshëm, ata krijojnë një mjedis ku vetëm një narrative vetme mund të mbijetojë, duke e bërë partinë më pak të aftë për të përshtatur strategjinë e saj me realitetet e ndryshme politike dhe sociale. Së dyti, kjo qasje forcon perceptimin publik se politika shqiptare dominohet nga interesa personale dhe korrupsioni, duke ushqyer cinizmin dhe zhgënjimin ndaj sistemit demokratik. Si përfundim, veprimet e Berishës dhe Ramës janë një kujtesë e qartë e rreziqeve që i kanosen demokracisë shqiptare nga diktatura brenda partive politike. Nëse kjo tendencë nuk ndryshon, Shqipëria rrezikon të shohë jo vetëm parti që funksionojnë si diktatura, por edhe një sistem politik që gjithnjë e më pak i shërben interesave të popullit.